Vatra Chicago organizoi turneun e futbollit për fëmijët në Illinois. Tu shihni disa pamje nga Youth Soccer Tournament, i cili u realizua nga Vatra Chicago me ndihmën e donatorëve, pa cilët ky event nuk do të ishte i mundur. Një falenderim donatorëve dhe që na mbështeten, thuhet në deklaratën e organizuesve të aktivitetit, për prindërve të gjithë fëmijëve dhe të rinjve që morën pjesë. Një falenderim i veçantë shkon dhe për Qendrën Kulturore Xhamia Shqiptare dhe personelin drejtues, i cili lejoi përdorimin e fushës futbollit. Dita filloi me shi, po u ndal pikërisht në momentin që filloi ndeshja. Të rinj të moshave të ndryshme luajtën me përkushtim e devotshmëri. Atmosferën e bëri më të rëndësishme prania e futbollistës së famshme Riga Kallaba, lojtare kombëtare së Kosovës për femra, e cila jeton në Chicago. Riga është një figurë me cilën krenohemi dhe një shembull suksesi për të ndjekur nga të rinjt. Në fund të shpërndan medalje dhe kupa për skuadrën dhe lojtarin më të mirë.